Alhamdulillah, vlla dhe motër, Allahu i lartësuar na ka begatu me mirësit më tha. Zoti i gjithësisë ka kriju gjithçka. Allahu i lartësuar thot në Kur'an: Hadha khalqullah, فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. Ky është krijimi i Allahut. Më thoni, çfarë kanë krijuar ata që e adhuroni përveç tij? Asgjë. Me të vërtetë, zullumçarët janë në humbje të plotë. Subhanallah. Të meditoj njeriu. Gjithë këto mirësi që na ka dhënë Zoti i gjithësisë, të gjitha në shërbimin tonë si njerëz, a nuk meriton Allahu i lartësuar të falenderohet? A nuk meriton Zoti i gjithësisë të adhurohet? Po pasha Allahun. Allahu i lartësuar është i vetëm krijues, është krijuesi absolut, është ai që ka gjithçka në sundimin e tij, është i vetmi që meriton të adhurohet. Prandaj e lut Zotin e gjithësisë që gjithëve na bëj prej atyre që e falenderojnë Allahun, na bëj prej atyre që e adhurojmë Allahun e lartësuar një vetëm. Amin.